Me ftesë të klubit të futbollit Vllaznia në Shkodër gjendet prej 2-3 ditësh Akademia Juventus e Londrës. Me kryetarërin e kësaj akademie, i cili sapo mbylli një ndeshje emocionuese në kategorinë U10. Përshtypjet tuaja në këtë turne. Si pritet ftesën nga klubi Vllaznia? How did you find the invitation from Vllaznia Football Club, and what did you think of the situation? Okay, obviously we're very thankful and we really appreciate the welcoming of the club to us. It's been great to meet the president, the sport director and all the boys in their facilities. We are really pleased and happy for these opportunities for our boy, and I found great boys, great coaches, great team and a very great spirit here in Shkodër. Jena shumë kënaqur për ftesën që na ka dhënë Vllaznia dhe për mikpritjen. Kena pa shumë gjëra të bukura tek Akademia e Vllaznisë, momentimin nivelin e lojës që kanë bë, jena me shumë kënaqur. Kjo është hera parë që jeni në Shqipëri dhe konkretisht në Shkodër? This is the first time in Albania and in Shkodër. Yeah, this is the first time for me and it's been a great experience, I'm sure, for me and the boys and their families, for sure. Po, kjo është hera parë, ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për djemt tonë edhe për gjithë ta njerë. Jashtë fushës së futbollit, një përshtypje për qytetin, për mikpritjen, për Shkodrën. Outside of the football, what do you think about Shkodra and their welcoming? Oh, it's been great, and for us it's been such an honor to meet the sport director, the president. The welcoming us has been very warm, and we love the city, walk around, and it's been really a nice experience. Për ne thot që është momentin që kena taku presidentin e Vllaznisë, kena pas një mikpritje shumë të mirë, edhe shëtitjen rreth qytetit na ka pëlqyer shumë, gjithçka ka qenë shumë e bukur. Duke folur për fushën e lojës, çfarë i bëri përshtypje niveli i lojtarëve të moshave të Vllaznisë, cila është përshtypja juaj? Kanë talent, kanë të ardhme? Regarding the football match and in general and the games that we've been playing, do you think that Vllaznia has some talent, and do you think they have any future possible stars? Okay, can I name players like A mund t'japim emra lojtarëve? Yes, I've been very impressed with both three the center backs that played for Vllaznia. They've been very calm and very composed on the ball, and especially the number 4. I've been very impressed. Very good left-footed player, always calm, made no error in both matches, and I think the future is bright. Unë thotë, sidomos thotë lojtja, 3 lojtësa thotë kanë bërë një lojtë mrekullueshme, sidomos numri 4 thotë, kanë kontrollu lojën të 2 neshjet dhe kanë bërë një lojë shumë të mrekullueshme që kanë arrit aty ku janë. Këto emra që ju i shpikatet, mos dosha dhe të ardhmen mund të kenë ndonjë bashkëpunim preferencë për të testuar në Londër me akademinë tuaj? He's saying with this experience, you reckon we could possibly have a chance to come and experience the football in London, and you welcoming them for a friendly match? Oh, definitely. We hope that this is the start of a collaboration between the two clubs, okay, in both ways, and we will definitely be very happy to host them over us in London and make us experience a little bit of the English football and compete against our local teams. Normalisht që po thot, jena një kolaborim me Vllaznin, do shohim gjitha mundësitë për të sjellë atje për me lujt me skuadrat tona në akademinë në Angli. Që do thotë që bashkëpunimi i klubit Vllaznia, Akademisë Vllaznia me Akademinë Juventus në Londër do të vijojë në të ardhmen. The collaboration, it will continue in the near future. Definitely. We hope so. We hope so. Definitely. Sigurisht që po. Dhe s'fundi diçka për ekipit kombëtare. Shqipëria ishte shumë pranë botërorit dhe e humbi vetëm në metrat e fundit në përballjen e rradhës. Pikërisht, po ndërkohë Kosova është shumë pranë kalimit në botëror. Ka ndonjë koment në përshtypje? Regarding the Albanian national team, they were very close to qualifying for the World Cup. They lost the momentum in the last bit of the match, and Kosovo obviously are in the next stage which could qualify.
do you have any opinion or any suggestions for those matches? I think definitely Albanian football is rising and is improving its level every year, and so I think it's been a very tough match versus Poland, and they had very good chances. It's been a big shame, but hopefully the future again is looking good for Albania, and I'm sure they're going to do great in the next years. Mendoj thotë që futbolli shqiptar ka bërë arritje shumë të madhe, e ka pas një kundërshtar shumë të fortë, po sigurisht që ka pas mundësi për mund kualifiku. Hopefully academy like Vildana can be an example for Albanian football and bring players to the first team. Edhe me shumë siguri thot një akademi si Vllaznia thot do besoj që do kontriboj shumë për kombëtarën shqiptare për të ardhmen. Thank you, Mr. Faleminderit. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Faleminderit.